Mirëdita, të dashur qytetarë dhe qytetare. Në monologën e tij të mashtrimit javor, Edi Rama sërish u rek, u përpoq, t'ju bind ju se ka rritur në mënyrë të ndjeshme rrogat dhe pensionet. E vërteta është që bonusi pensioneve për 690.000 pensionist është ndërmë qesharakt, janë 2 kg domate në muaj. Kjo është shtesa e pensioneve sipas qeverisë aktuale. Përveç kësaj, rrogat sërish mbeten, rrogat më të ulta në rajonin tonë, ndërkohë që në vitin 2013 ato ishin rrogat më të larta të rajonit. Sot, ai paraqiti si një sukses të madh konventin e diasporës, në këtë rast duke përshëndetur të gjithë shqiptarët e diasporës kudo që janë, edhe ata që vinë në këtë konvent, por u theksoj se mikpritësi juaj është një nga armiqt më të egër të kombit shqiptar, të ekzistencës së tij, jo në dekada, por dhe më shumë. Ju rikujtoj të dashur shqiptarë të diasporës se vetëm në 10 vite të qeverisjes së tij nga ky vend janë larguar 1.099.000 shqiptarë sipas Eurostatit, dhe të gjithë këta vetëm në zonën e Schengenit, pa llogaritur zona tjera. Pra të paktën 45 deri në 47% të shqiptarëve u larguar nga Shqipëria, dhe sot Shqipëria ka atë lindshmëri që kishte 100 vite më parë. Ky zbatoi me përpikmëri platformën e Çubriloviçit në këtë vend. Së fundi, foli për raportet Bashkimit Evropian, sërish mashtroi. E vërteta është që i barë, pas 5 diskutimesh në forumin përkatës të Bashkimit Evropian, nuk u miratuar për shkak të bllokimit që Edi Rama i bëri arrestimit Lubi Ballukut për të mbrojtur veten e tij, dhe për shkak të bllokimit të hetimeve që janë bërë për Akshin për të mbrojtur bashkëshorten e tij dhe rrethin e tij familjar. Pra, mund të themi se seriali i mashtrimeve të kësaj jave nuk ndryshonte nga tjerët, po kështu foli për investimet e huaja 1.6 miliard euro. Duhet theksoj se nga këto 1.6 miliard euro sipas Instatit, 800 milion nuk janë investimet e huaja, po janë reinvestime të parave shqiptare nga kompanitë e huaja që punojnë në Shqipëri. S'kan asnjë gjë të përbashkët me investimin e huaj. Resti që është, 30% e tyre janë blerje nga shqiptarët të apartamenteve në Shqipëri, kurse 18% mbeten gjithsejt apo rreth më pak se 300 milion euro janë investimet direkte. Pra, investimet e vërteta direkte në Shqipëri kanë rënë në nivelet e viteve 2004-2005 dhe janë ndër më të ultat e kohës. Sigurisht, blerja e apartamenteve është një investim, por një investim pa frut, i cili nuk sjell punësim, nuk sjell prodhim. Kështu që edhe në këtë rast duhet të shtoj, prodhimi industrial është recesion, prodhimi bujqësor është recesion, eksportet kanë rënje dramatike, ekonomia rritja me të cilin ra gjoksin Edi Rama është një rritje që diktohet tërësisht nga taksat e larta dhe numri i madh i rrogtarëve në borderot e shtetit.